Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ka marrë një kthes të tensionuar mes dy banorëve, Alba dhe Bia. Përplasja mes tyre është përshkallëzuar aq shumë sa që e dyta ka paralajmëruar hapur Albën se sonte gjatë prajmit njëra nga ato të dyja do të largohet nga shtëpia. Ky moment ka ndodhur pas një incidenti të vogël i cili u bë shkak për grindjen e tyre më të madhe. Siç duket, gjithçka nisi kur Alba i fryu tymin e cigares elektronike në sy Bias, një gjest që shkaktoi pak kënaqësi dhe tension të menjëhershëm. Bia nuk ka nguruar të bëjë paralajmërimin e saj të fortë duke bërë të qartë se nuk do të toleroj sjellje të tilla dhe se situata ka arritur në një pikë vendimtare. Tensioni ndërmjet dy banorëve ka qenë i dukshëm gjatë gjithë ditës dhe të gjithë shikuesit e Big Brother po presin me padurim zhvillimet e mbrëmjes në Prime. Kjo përplasje mes Albës dhe Bias pritet të sjellë momente dramatike, ndërsa pyetja që shtrohet është se cila nga banorët do të dalë nga shtëpia duke bërë tensionin dhe intrigën të pandalshme për publikun.